Gjatë fundjavës, rreth 150 të dënuar të burgut të Fushkrujës janë transferuar drejt institucioneve të tjera penitenciare në vend. Ky operacion është kryer në kuadër të rikonstruksionit të plotë që pritet të nisë në këtë institucion me qëllim përmirësimin e kushteve dhe infrastrukturës ekzistuese. Burime zyrtare bëjmë dije se mes të transferuarve nuk ka persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Shumica e tyre janë të dënuar për vepra penale të lehta dhe krime banale, çka ka lehtësuar procesin e zhvendosjes dhe menaxhimin e sigurisë gjatë transferimit. Institucioni i ekzekutimit të vendimeve penale Fushkruj ndodhet në dalje të qytetit të Fushkrujës, në zonën e njohur si Arameras, konkretisht në ambientet e ish brigadës së Komsorësisë numër 1085. Ky institucion shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 3 hektarësh dhe përbëhet nga 2 godina kryesore. Njëra godinë është destinuar për të dënuarit e sigurisë së lartë, ndërsa tjetra përfshin sektorin e sigurisë së zakonshme, ku ndodhet edhe një seksion paraburgimi. Rikonstruksioni pritet të përfshijë përmirësime strukturore dhe funksionale me synim rritjen e standardeve të sigurisë dhe kushteve të qëndrimit për të dënuarit, si dhe lehtësimin e punës për stafin penitenciar.